Një njeri shkon tek dietari dhe i thot: Jam i martuar që disa vite dhe kam fëmijë, por vitet e fundit kam vërejtur se gruaja ime nuk më tërheq më. Dietari fillon të pyes: a mos të tradhton? Jo, ajo është besnike ndaj meje dhe më do shumë. A mos i ka ndodhur ndonjë aksident dhe ka ndonjë deformim në fytyrë? Jo, ajo duket e njëjtë. Dietari e vërejti se problemi nuk qëndron tek gruaja, por tek vetë njeriu. Prandaj e pyeti: a e ke të vështirë ta ulësh shikimin kur gratë e tjera ecin para teje? Njeriu u skuq dhe nuk u përgjigj. Kur njeriu kënaqet në haram, bie në dashuri me haramin. Ushqehet, flen dhe merr frym në haram. Atëherë atij Allalli i bëhet i neveritshëm. Vëllezër dhe motra, të ruajmë familjen nga tradhtia. Ruajeni veten, sepse tradhtari do mbaj flamurin e tradhtisë në ditën e gjykimit. Ruaje familjen. Mos harro, një ditë do vdesësh dhe do dalësh para Allahut.